Përshëndetje miq, ja ku e përfundum sharkin për artistin Armando Ukaj. Ky instrument ka qenë një saz turk 17 vjeçar dhe ne e kemi kthy në formë sharkije shqiptare. Kemi gdhenjë shqiponjen, gjethet e dushkut rrethit shqiponjes. Sharkia është drubungu, një kapak të vjetër 75 vjeçar që e kemi marrë në Itali të Baca Syl Poti dhe i kemi bën një super punim, i kemi fut një shërit violinash rreth e qark për të qenë sa ma original. 3 kunja javuna të zi se s'pata mo, e 2 kunja javuna të kuq. Kunja të zi i kemi përosit dhe kur t'na vin, d'ja vendosim komplet zi. Për momentin e kemi lanë laraman. 3 të zi e 2 të kuq. Po këte e botëm sa për testim, se nuk po më rrit e dhe një vend pa e testu këtë sharki. Dhe kjo sharki ka kap një super zonë. Dhe ma merr menja se Armando Ukaj gjatë gjithë jetës vet hala se ka ngju këtë lloj zani. Kur ta ngjoje ka me qenë shumë i gëzum. Sharkia 86 nga ura në ur dhe sharkia kap notat e ulta dhe të larta. Sharkin e kemi lanë notën G tashi, se kur dush me testu një instrument, para testoje notat ulta, pastaj në të larta. Nërse instrumentit bje mirë të notat e ulta, pa tjetër do të bjerë mirë edhe notat të larta. Po 86 është pak vështirë me ra notat ulta, po strukturën që ja kemi bon dhe precizionin që ja kemi bon sharkis, arrin me ra bukur, pastër, notën G. 86, se 86 rrallë mund të kape, veç ku qëllon pa dashje. Edhe, tash s'kemi qka flasim mo, ta gëzoja Armando artisti. Ta testojmë edhe në mikrofon. Ka një zonë të mrekullueshëm edhe në mikrofon. Këtu është zoni i vet. Tashi ta provojmë edhe në mikrofon.